Sot filloi matja dimrore e kohës. Akrepat u zhvendosën një orë mbrapa. Një praktikë e tillë ndiqet në Evropën perëndimore që prej vitit 1970 me qëllim kursimin e energjisë elektrike. Një ndryshim i tillë e bën njeriu më produktiv dhe më efikas gjatë sezonit të dimrit. Neurologët thonë se një gjë e tillë nuk i shkakton stres organizmit të njeriut. Sipas meje nuk paraqet faktor për ndonjë sëmundje. Organizmi i njeriut përshtatet shpejt, ndërkaq bioritmi i njeriut me studimet e fundit nuk zgjat 24, por 25 orë. Pra një orë plus apo minus nuk mund të na pengojë. Mjekët shpjegojnë se organizmi i njeriut përshtatet edhe ndaj ndryshimeve më radikale, siç janë udhëtimet në rajone që ju përkasin zonave kohore me 10 orë largësi. Matja dimrore e kohës filloi fundjavën e fundit të tetorit dhe do të zgjas deri në fundjavën e fundit të marsit. Ky ndryshim u aplikua për herë të parë në vitin 1916 në vendet e Europës veriore. Matja e tillë e kohës praktikohet thuajse në 70 vende të botës, veçanërisht në hemisferën veriore.